një cope, pastaj krijojmë në relacion po. Ministri i jashtëm siç e citon Ulsi. Është lemon diplomatik. Me thonë që do të jetë hiç i besoj. Mëso ty. A kupton? Jo po më fali tak. Nëse ti do më nxjerr një manipulim me një fjalë. M'fal. Me një ministër i jashtëm, po e citon Sharunin. Po e citon që unë s'po besoj, hiç po besoj. Madje as Lemundit s'po besoj. Se ka patur Shiko, problemi është vetë fjalia në thelbin e saj, është kundërthonëse. Do të Izraeli, që e komburuin Amerikane, thot do të vinë në radhë mas Kosovë. A eshe problematike Olsi se si e mbështet Iranin, a eshe këtu problematike? Problemi normalisht që në rrafshin kulturor, në rrafshin moral, në rrafshin politik, në rrafshin në gjitha rrafshet e kësaj bote në cilën na jetojmë. Mbështetja të keqe, se boshi të keqe. Mbështetja të keqe. Është kundër humane, është kundër njerëzore në thelb, nuk ka veç kundër shqiptare. Është kundër njerëzimit, koleg dashur. Dgjoj, zoti Matoshi çoi, domethënë dha një deklaratë shumë interesante kur po i përgjigjej zotit Thanasi. Po përgjigju, Matoshi çfarë thon për ty? Se unë ngreta dorë, kërkova leje. Zoti Matoshi tha diçka që duhet sqaruar për publikun sepse është shumë interesante çfarë tha. Vendet që kanë luftuar në të kaluarën kundër Izraelit, apo jo? Po. Domethënë vende sikur Jordania, sikur Siria, sikur Arabia Saudite, sot janë bërë me Izraelin kundër Iranit. Është një pyetje që duhet shpjeguar për opinionin që na sheh. Tani, si lektori historisë jam, unë jam mësues dhe unë ja jap studentëve të mi lëndën e lindjes mesme. Dhe duhet kuptuar konteksti. E para, Irani është teokraci, por edhe Arabia Saudite është teokraci. Pra kemi teokracinë absolutiste të Arabi Saudite. Edhe Katari. Edhe Katari. Në Arabi Saudite nuk ka parlament, nuk ka zgjedhje, nuk ka demokraci.